s'jam fajtor, që jam shqiptar. Ishte festë e cila nuk mund të përshkruhet aktualisht, sepse ajo përjetohet. Mesazhi im gjatë gjithë fushatës ishte ajo që Amerika, apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur nuk e zhduken fuqinë e tyre si shtet, vetëm se dikur zgjodhi një person me ngjyrë. Prandaj apeloja në çdo shtëpi, s'jam fajtor, që jam shqiptar. Por hajdeni gjithë bashkë të zgjedhim kandidatin i cili sot prezantohet para juve. Festa ishte festë njerë patjetër kam të them e merituar, sepse gjithë shqiptarët e kishin prishmërinë e asaj feste dhe ishte festë e cila nuk mund të përshkruhet aktualisht, sepse ajo përjetohet dhe do mbahet me gjithë jetën, se ato shqiptarët asaj anë atje, edhe pse gjatë viteve të kaluar ishim si pjesë e shumicës si popullat, mirë po nga ajo që nuk ja kishim atë mënyrën e mobilizimit për të ardhur deri tek kjo fitore, pa dëm humbur procesin zgjedhor në 2021, po ajo ngelet e kaluar.